Jemi rikthyer sot përsëri live në Top Albania Radio te kanali 100 FM dhe 10 në digital. Dhe kam një pyetje për Serenën, jam shumë kurioze ta di. Jam zonjush se s'mundove dhe këtu, a shef më hyje. Si ka mundësi tani? E di çam sa karriera ime, karriera jote, karriera. Karriera jote ta varet nga unë. O i thash? Është duart e mia totalisht. Nga unë fillon nga unë. Karriera, jo gjë tjetër. Po. Serena, dua të di sa lekë ke paguar ti për këtë gjë? Atë kanë marrë lekë apo ke bërë me bashkëpunim apo si ka funksionuar gjithë kjo? Shisim që qa shikimi më ka bo Shumë Ka shit shpinë, makinën e Do me thënë kjo ka nuk kam lënë gjo pa shit. Sa zero shkon ky videoklipin qofse unë vi nesër dhe i them Aldori dua një videoklip? Një qef, diku të 20.000 euro. Po pa qef? Deklarata. Pa qef, 8. 8. Okej. Po Serenës? Tash, ka shit shpinë, imagjino sa bën një shtëpi sot. Unë më shumë. Tani Serena ishte prova, Unë më shumë. Shtypjen promovimi i gjithë gjë. Sa ishte videoklipi i parë që ti ke bërë me Serenën? Po, kjo ka qenë, po pra, ta themi ashtu siç është, se unë po bëja shaka. Shakaja gjithë në vërtet. Vlera monetare, e cila i ka kushtuar Serenës ky klip, ka qenë 0. Okej. Por normalisht Serena ka sjellur këngën, ka bërë tekstin, kompozimin, çdo gjë që ka të bëjë nga ana artistike, konceptin dhe çdo gjë tjetër. Ne kemi bërë pjesën realizimi dhe për ne ka qenë një testim. Dhe normalisht pas këtij testimit, unë t'i thash ato si shifra, sepse janë shifra të cilat unë për shembull i shikoj si të arsyeshme për të bërë një gjë të tillë në Shqipëri, themi, me kostot që janë aktuale, sepse dhe inteligjenca artificiale pavarësisht që kushton vetëm $20-30 Po këtu do të dilja që a ka të bëj fakti se është një pagesë edhe për këtë inteligjencën artificiale në mënyrë që rezolucioni të jetë sa më i mirë. Pra nuk i rritet pak më shumë kostoja? Ti paguan për eksperiencën, sepse ky klip faktikisht po ta marrim vetëm pjesën në të cilën janë krijuar skenat, na ka kushtuar diku te 1 deri në 2 javë. Por neve ne janë dashur 4 muaj për të arritur nivelin e njohurisë që të jemi në gjendje t'i bëjmë ato skenat për 1 deri në 2 javë. Kështu që ti nuk paguan ato 1-2 javë, po ti paguan edhe atë 4 mujorin. Madje tani ne do hapim një departament tjetër i cili do jetë pikërisht për këtë pjesën e AI-t, jo në Shqipëri, një vend tjetër. Dhe atje do janë 5 persona që do punojmë çdo ditë vetëm në këtë sektor. Po mirë, që imagjino çka kostosh ka ajo që duhet rifinancohen. Prandaj unë se këto llogari po bëja. Pra një videoklip normal xhirohet të paktën mund të marrë 1 deri në 2 ditë. Të plota për tu xhiruar. Nëse kjo do 4 muaj, 2 javë, domethënë janë ekstra, domethënë besoj se çmimi duhet të jetë më i lartë se sa një. Patjetër, prandaj e thash edhe atë si shifër, por ka një avantazh, nëse ne do bënim një videoklip të ri tani, i cili gjithashtu do përdoresh me të njëjtin nivel inteligjencë artificiale, normalisht kostot janë më të ulta se nuk na duhen prap 4 muaj. Se atë njohurinë e kemi marrë, ato teknika e kemi mësuar, i kemi evaluar. Por tani ka dhe një problem tjetër që çdo javë po dalin teknologji të reja të AI-t, modele të reja, mënyra më të mira, domethënë dhe ti duhet të jesh tërkohës up to date, kështu që researchin nuk e heq dot kur, nuk mund të thuash kam bërë mësimin 4 muaj dhe tani këtu do ri në këtë nivel. Një tjetër gjë që isha kurioze, takimin tuaj të parë dhe sa ja dole Serena, domethënë ai gjithë ajo ideja që ti kishe sa u realizua në këtë klip. Jo, gjitha realizuar, nuk kanë ngel mangut, nuk kanë ngel merak në gjë. Aldora, i step ndonjëherë për faktin që Serena është një personazh shumë i komentuar në rrjetet sociale. Apo ka, domethënë, për të filluar këtë projekt, je step apo mund të ketë edhe një shtys më të madh, sepse Serena shet. Këtë mund ta fajm. Po, Serena shet, normalisht edhe është kritizuar nga shumë njerëz për metodën, stilin e saj të tjera. Për të thënë të vërtetën, kur ti ke arritur një nivel, mendoj se ka arritur dhe Acromaxi si kompani ose dhe unë, nuk është se na intereson shumë të më thënë se çfarë thon njerëzit për bashkëpunëtorët tonë. Ne punojmë nga Top Channel-i deri te Renea. Dhe të gjithë e dinë domethënë që ne për ato gjëra që i bëjmë kemi qenë gjithmonë on top për këtë gjë. Dhe pavarësisht se kush vjen te ne, se çfarë opinioni kanë për atë person, e rëndësishme është që rezultati i atij bashkëpunimit do jetë gjithashtu on top. Kështu që opinioni njerëzve është
diçka që ato mund ta shikojnë tani me rezultatin e punës. Patjetër. Tash i rripi këto ka tash. Rripi po spati disin nuk Serena, tani ne kemi parë shumë në TikTok përplasje me personazhe të ndryshme. Kjo ka qenë një përgjigje për të gjithë këta personazhe apo ke lënë ndonjë gjë që do ta thuash në TikTok? Shiko, un kam shumë po këto kanë qenë ato pikante, domethënë që kanë pasur ato më kryesorët, e din? Okej. Që e din, domethënë edhe shqiptarët, me ato që kanë pasur më shumë. Domethënë më kryesorët, këto kanë qenë. Pastaj pjesa tjetër kanë qenë më shumë i kam tek alu. Po përveç encës tani do mi listosh pak këta se unë e di që janë çiksi shumë. Po punë herë enca nuk është vetëm. Okej. Aty. Është edhe me gjithë grupin mbrapa. Pas asaj, gjithë grupin që ka mbrapa. Kush është grupi? Grupi është që me ke krejt aty ke. Prezant i ke. Emra, ata që të dim që ti ata që nuk e din. Me sa vet vjen. Me 30 vet. Unë kam vënë një emër këty, i kam thënë grupi silikonave. E kam thënë gjithmonë. Dhe kush hyn në këtë grupin e silikonave? Tash hyn me emra doni ju krejt. Po punësi është Denisa me Kozakun herë, që kanë qenë që janë kështu të port, mas encës. Janë kështu, bashkë me motrën e vet janë 4. Edhe në një tjetër janë 5. Është edhe një ona aty pa jashtë huj. Është huja ajo, gruaja Clintonit është huj, kështu që nuk merr vesh ajo. Po është futur ajo aty. E ka hëngur edhe ajo. E kuptoj. Se pi u futu dhe juve pa dashjet. Po prisi. Për ta paraprir pak që mos t'i vinte dhe asaj si surprizë, ndoshta mund të vinte në reagim në një gjë që ti nuk e doje. Me vërtet po më thuj tha kur dali kënga. Mirë, thash do ma bësh një video në TikTok. Marketing quhet ky tipo. Marketing. Ajo do ta shpërndaj, është reklam. Po se s'bën. Është artistike. S'bën. Disi është thjesht shpreha e një lloj themi mlefi nati në mënyrë artistike. Disi është po, si që kanë bërë? Nëse bëjmë saktë, jo fshat. Normal. Me Kozakun edhe me Denisën duhet ta hedhin. Gjoni këtë ngajtë. Disi gjithmonë kanë qenë stresi me noizin e tjerë e kanë bërë, kupton, nuk është vetëm sot. Ato janë bërë kohë më parë, a din? Pavarësisht se edhe të dyja palët, sepse të dy keni energji për të krijuar edhe për të sjellë gjëra të reja. Edhe shumë vëmendje. Pavarësisht që se nuk ka bërë femër në Shqipëri, edhe ndoshta mund duket, a din, momentin. Prandaj, nga që gjithmonë janë mësuar po meshkuj të bodise, se s'ka po, veç në Kosovë ka pas, ku ka pas? Repeje veç aty ka pas. Po tani të them të drejtën. As Kosovë s'ka po kush kështu si unë. Jam shumë e frymzuar nga ky disi dhe do t'i bëj një dis dhe këtyre gocave të mia këtu, sepse kanë ikur tek Tuto Food pa mua, kanë ngrënë pa mua që turp t'ju vi dhe ti do bashë bjonda ina. Ta ndjekim pak insertin edhe Ska që ne kemi thënë Unë nuk emrin jam tënd. pjesë e këtij disi, faleminderit. Rene kujdes Rene. Jo, më se du shumë se Ne për të vazhduar disin do marrim Renen herën tjetër dhe prapë nuk do të Livia, marrim. do t'ja bësh dis me Vlonit, ti ata fuzon. Shikoni pak lutem se çfarë kanë bërë pa mua. Shopping është shumë i amël, por është edhe pak i lodhshëm, kështu që ne kemi nevojë të karikojmë pak energjitë. Jemi sot këtu te Megatek në brendin më të ri që është hapur Tuto Food, një shumëllojshmëri ushqimesh dhe gama nga më të ndryshme. Po pizza ka? Ka Desi. Po sushi? Ka. Edhe pasta ka? Ka dhe pasta. Po vesh? Çdo gjë. Goca, ne nuk bijem dakord asnjëherë, por Tuto Food na bashkoi. Gëzuar. Turp t'ju vi dhe për këtë unë disin do ju a bëj të marrë Renen, Aldorin dhe Serenën dhe do iki direkte te Tuto Food. Për të krijuar një vakt mjaft. Jam